Organizata e veteranëve të luftës u mobilizua të mërkurën. Kjo me që në mesditë këtu do të arrijë një musafir i veçantë. E rreth orës 13 mysafiri erdhi. Është ky prefekti i Tiranës, Shkëlqim Hajdari, i cili të mërkurën vizitoi Kosovën. E me të filluar takimi, Hajdari u befasua nga veteranët. Për të, o vëlëndohu një dekorat. Ne kemi përzgjedhur ta ndajrojmë Shkëlqim Hajdari me një dekorat e cila do të jetë kujtim për tërë jetën. Kjo dekorat nuk është se shkëlqimin e ngrit apo e ujë. Kjo dekorat që do shkëlqimin nuk është se e bën më të madh shkëlqimin apo vlerën e tij. Ky ka bërë vlerat veta. Ish prokurori shqiptar këtu preku edhe një nga temat që di më së miri. Bëhet fjalë për gjyqin ndaj shkrerëve të UÇK-s që po mbahen në paraburgim në Hag. Falë qëndresës tyre stoike i kanë treguar gjithë botës që për ato akuza që ato akuzohen nuk ka asnjë provë. I gjithë aktiviteti i organizatës veteranëve, i shoqatave patriotike dhe kulturore këtu në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni, në Preshevë, në Malzi, nuk ka pushuar me mitingjet që janë bërë në për gjithë qytetet tona kryesore. Lirimin e tyre, Hajdari thotë se e presin gjithë shqiptarët. Nuk e pret vetëm Kosova, po e pret Shqipëria, Maqedonia, shqiptarët që janë në Europë, shqiptarët që janë në Amerikë. 10 milion shqiptarë presin drejtësi për shtrimtarët. Kur nuk mund të ndodhi të barazohet viktima me agresorët. Mirnjoja në OVL nuk ishte e vetmja që Hajdari e mori në Prishtinë të mërkurën. Një e tillë i u nda edhe në një kolegj privat. Qeli si student pedagog është shumë i rëndësishëm. Bëhuni promotora për të kthyer dinjitetin e pedagogëve i cili mungon në universitetet shqiptare, edhe në shkollat e mesme, ka rënë respekti për mësuesët. E të mërkurën, prefekti i Tiranës, Shkëlqim Hajdari, vizitoi edhe komunën e Prishtinës.